Keqardhje për deputetët e opozitës, të cilët ushtruan dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe punonjësve të gardës, që ishin atje për të kryer detyrën. E drejta e tubimit do të garantohet gjithmonë nga ana e punonjësve të policisë, kurse e drejta e dhunës, e djegjes, shkatrimit, goditjes së punonjësve të policisë nuk do të tolerohet. Ka patur një tentativë për nxjerrjen e armës nga efektivi siç pretendohet? Në deklaratën e policisë shtetit të dhënë dje rreth mesditës është shprehur qartë se nuk ka pasur asnjë tentativë të nxjerrjes së armës nga ana e punonjësve të policisë. Dua të ritheksoj edhe një herë, në ligjin për tubimet është përcaktuar shprehimisht rastet e përdorimit të armëve të zjarrit. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë pjesë e planit masave të drejtorisë policisë Tiranë, nuk kanë pasur dhe nuk kanë qenë të pajisur me armë zjarri. Faleminderit. Është normale që policia në ambientet e është normale që deputetët përballen me policinë e shtetit, policia të jetë prezent të prekje fizike ndaj atyre që kanë imunitet, të themi, qoftë fizik, qoftë edhe sulmi i deputetëve ndaj policisë dhe gardës së Republikës në prag të marrjes së ditës së negociatave dhe antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është i pranueshëm, sepse forcat e policisë dhe garda e Republikës është atje për të mbrojtur institucionet kushtetuese. Ka patur prezencë të forcave të FNSH-s në kuvend ashtu siç akuzon opozita. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë të planizuar me shërbim për mbrojtjen e institucioneve, kanë qenë atje për të bërë detyrën dhe mbrojtjen e institucioneve. E ritheksoj edhe një herë, ndjej shumë keqardhje që forma dhe mënyra e intimidimit dhe e imponimit të kësaj magjorance me mjete shkatruse, djegse, nuk është forma e duhur dhe bie ndesh me parimet e demokracisë. Cila do jetë përgjigjja e policisë ndaj mosbindjes civile që tashmë ka paralajmëruar dhe në fakt po e zbaton opozita në aksionin e saj opozitar? Mosbindja civile është një term i cili po keq përdoret. Punonjësit e policisë janë atje për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike konform ligjeve në zbatim. Asnjë kapërcim tjetër nuk do të lejohet në kuadër të mbrojtjes së institucioneve dhe kushtetutës. Faleminderit.